vëllezër vlonjat dhe banor të qarkut të Vlorës, i nderuar dhe i dashur profesor doktor Sali Berisha, të nderuar ish deputet drejtues të Partisë Demokratike, sot ne demokratët, PD-ja dhe koalicioni për Shqipërinë Madhështore jemi këtu përballë qytetarëve tanë të dashur vlonjat dhe gjithë banorëve të qarkut të Vlorës në një mision të shenjtë për përmbysjen e autokracisë së sektit Rama dhe rikthimin e demokracisë së vërtet në Shqipëri. Për 12 vite me radhë, Shqipëria është mbajtur peng nga një regjim kleptokratik, i korruptuar dhe antikombëtar, një regjim që nuk njeh kufi në vjedhje, në mashtrime dhe në varfërimin sistematik të popullit tonë, një qeveri që sundon përmes frikës, varfërisë dhe shpopullimit masiv. Edi Rama, ideatori i Open Balkan, Ballkani të hapur, është Esat Pasha modern, është Esat Pasha i kohëve moderne, i gatshëm të shes çdo gjë, të nëpërkëm çdo ideal kombëtar dhe të nënshtrojë çdo vlerë për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Në këtë realitet, Partia Demokratike nuk është thjesht opozita dhe shpresa. Është detyra, është përgjegjësia historike, është zëri i qytetarëve të përgjegjshëm, është forca e ndryshimit, është alternativa e vetme për një Shqipëri më të drejtë, më të barabartë, më të zhvilluar për një të ardhme madhështore. Të dashur miq, zgjedhjet e 11 majit nuk janë thjesht zgjedhje, por janë një udhëkryq historik. Do të zgjedhim të qëndrojmë të nënshtruar peng të sektit Rama, apo do të marshojmë drejt një Shqipërie europiane moderne të lirë. Qëllimi ynë si demokrat është i qartë, të sjellim ndryshimin përmes një Shqipërie madhështore. Sikurse e gjithë Shqipëria, edhe Vlora, gjithë qarku i Vlorës ka përjetuar një krizë të thellë ekonomike, sociale dhe institucionale. Emigracioni masiv ka lënë bosh lagjet, rrugët dhe shkollat tona, fshatra të tërë të boshatisur. Në qarkun Vlorë, sekti Rama ka monumentet më të mëdha të korrupsionit. Vlora është një nga portet më të sigurt dhe të mëdhenj të Mesdheut dhe ky port mund t'jap fuqi të pallogaritshme për shtetin dhe kombin, por sot ky port gjendet drejt rënimit midis korrupsionit dhe tradhtisë kombëtare. Ne të gjithë e dimë se si porti po shkatrohet, po tentohet, po gënjehet, sikur po zhvendoset në triport, por në fakt për punimi i mallrave, çka është oksigjeni i një porti, po vdes, po humbet. Denatyrimi i sheshit të Flamurit dhe sheshit përpara Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Skel është një tjetër goditje që Edi Rama u ka dhënë simboleve kombëtare. Tuneli Llogoras në fakt mund të quhet tuneli i korrupsionit të kësaj keq qeverisje, fatura së cilit varion 30 deri në 50 milion euro abuzim, vjedhje e pastër. Tetëset lundruse, një tjetër akt korruptiv, tash e 2 vjet, e cila llogaritet i ketë kushtuar buxhetit të shtetit 175 milion euro. Grabitja e tokave në Bregdet për llogarit të investitorëve të sektit Rama. Burimet ujore po grabiten, uji i Tragjasit dhe i lumit Shushit po merret për t'i shërbyer resorteve luksoze të oligarkëve. Këto projekte ne premtojmë se do t'i anullojmë menjëherë porsa të vim në pushtet. Qytetarët në Vlorë vuajnë mungesën e ujit, të energjisë, infrastrukturës dhe shërbimeve minimale. Universiteti i Vlorës po boshatiset, tradita e qytetit po zbehet. Premtimi për 24 orë ujë në ditë, jo vetëm në rrethina dhe në fshatrat rreth Vlorës, por edhe në Vlorë është një mashtrim tjetër elektoral, mashtrim 12 vjeçar i sektit. PD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, vjen para Vlorës e vlonjatëve me një vizion të qartë, duke prezantuar një program gjithëpërfshirës, program që prek çdo fashë sociale ekonomike të vendit, të zemrës son, të qarkut ton, ku çdo individ, qytetar, fermer, biznes, i vogël e i mesëm e gjën veten të përfaqësuar. Ne nuk afrojmë tallava e propagandë gëbelsiane e zhdanoviane si Partia Socialiste dhe sekti Rama. Ne kemi një program integral
të qartë, të drejtë dhe të zbatueshëm, që mbështetet në vlerat që kanë mbajtur shqiptarët në shekuj, familja, puna, prona, liria dhe sipërfaqja. Ne kërkojmë besimin e shqiptarëve jo mbështetur në korupcionin e sektit Rama, por mbështetur në programin ton, program i cili vërtet do ta çndroj Shqipërinë në Shqipëri madhështore. Vizioni ynë për Vlorën madhështore, nis nga porti i Vlorës, sepse ky port nga vetë pozita e tij gjeostrategjike, Vlora është përcaktuar të zhvillohet si një port i madh medhzetar, qendër e rëndësishme ekonomike e kulturore. Zhvillimin e ekonomisë dhe rikthimin në identitet të sheshit të Flamurit, anullimin e gjithë projekteve grabiqare, nga projektet e ujit deri te projektet e fundit të korporatës së investimeve strategjike, taksa më të ulta për të gjithë, turizëm gjithjetor, tatim i shesh 10%, mbështetje për fermerët, për peshkatarët, blegtorët, biznesin e vogël, sipërmarrjen të rinj, ish të përndjekurit që janë palca jon, ish pronarët e të tjerë. Ne si Parti Demokratike, të dashur vëllezër e motra, do t'i rikthehemi projektit ton të ndarjes territoriale administrative me qëllimin e mirë që ne të arrim të realizojmë Orikumbi bashki, Novosela bashki, Amantia bashki, Ksamilin bashki, rishikimin e artës gjyqësore dhe rikthimin e institucioneve qendrore që janë larguar nga Vlora. Do të vdesësh një qytet, gradualisht largoj institucionet qendrore nga ai qytet. Llogaridhënia dhe transparenca do jenë dy shtyllat kryesore të realizimit të programit ton. Shqipëria madhështore është projekti më i madh i këtyre 34 viteve me një Vlorë mesdhetare, dhe kjo është një simbioz historike. Atje ku historikisht vendoset Shqipëria, vetëm atje është dhe Vlora, ky qytet simbol i pavarësisë, i lirisë. Një mesazh i qartë për punonësit e administratës publike. Punoni të qetë, të dashur bashkëqytetar. Pas fitores së koalicioni Shqipëria madhështore nuk do të ketë akmarrje. Kush është i ndershëm dhe i aftë do të qëndrojë në detyrë. Ama kush është i korruptuar, kush është patronazhist, do të largohet nga detyra. Një mesazh edhe për drejtuesit vendor të rilindjes. Mos abuzoni, mos trysnoni qytetarët, mos blini vota, do të jepni llogari. Për më tepër ju shikoni si i përdor emri Edi Rama, si i përdor bashkëpunëtorët e tij, nga i fundit kryetari i Bashkisë së Tiranës deri tek ministrat dhe ish zëvendësministrat e tij. Madje në një moment subkonscience i quajti edhe minj. Të dashur vlonjat, Sarandit, Delvinjot, Imariot, Konispolat, banor të Finiqit e të Selenicës, dilni dhe votoni për Partinë Demokratike, koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. E jani me ne, votoni numrin 1. Arma jon në Arma jon në përballje me këtë të keqe të madhe është vota. Me vot do të ndëshkojmë të gjithë ata që këto 12 vite e kanë në përkëmbur këtë vend, e kanë vrarë shpresën, kanë tallur dhe përbuzur qytetarët e këtij vendi. Në 11 maj do të jetë një fitore në Vlorë që do të garantoj fitoren e Partisë Demokratike. Kur fiton Vlora, Partia Demokratike kthehet në pushtet. Kjo është simbioza që na mëson historia. Fitoria nis nga Vlora, kështu ka ndodhur në vitin 1992, në vitin 2005, kështu do ndodhi dhe në 2025. Ne kemi koalicionin e dur, programin gjithëpërfshirës dhe ekipin e kandidatëve si një trinom bazë të fitores son. Të nderuar qytetar, të dashur vëllezër dhe motra, në emrin tuaj, unë dëshiroj të falenderoj me përzemërsi kryetarin e Partisë Demokratike, liderin e së djathtës shqiptare, profesor Dr. Sali Berishën, në veçanti për mbështetjen
Dëshiroj ta falenderoj doktorin në veçanti për mbështetjen e palëkundur dhe besimin që i ka dhënë ekipit të kandidaturave të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore në Vlorë, por dhe gjithashtu në këto 34 vjet për gjithë ata deputet, ish deputet, prefekt, kryetar bashkisht, drejtues që ka mbështetur dhe ka përkrahur dhe i ka trajtuar gjithmonë denjësisht. Bëni një krahasim të dashur qytetar vlonjat, ju që na ndiqni nga mediat, shikoni si i trajton Edi Rama bashkëpunëtorët e tij në Partinë Socialiste. Ka vetëm njerëzit e sektit të tij. Shikoni si i denigron dhe si i përbuz. E kam një epitet tu, po nuk ma lejon kultura ta përdor. Fushata jon, të dashur vëllezër, kryefjala e fushatës në Vlorë do të jetë një fushat pozitiviste, një fushat